Ndalo pak. Nëse jeton në një shtëpi që është ndërtuar para viteve 2000, kam një lajm që nuk do të pëlqej. Pronari yt sapo fitoi një arsye ligjore për të rritur qiran. Jemi në vitin 2026 dhe direktiva e re e Bashkimit Evropian për Energjinë, e njohur si EPBD, ka hyrë zyrtarisht në fuqi. Çfarë do të thotë kjo? Çdo ndërtesë tani duhet të ketë një pasaportë energjetike të rilogaritur nga A në G. Problemi? Shumë shtëpi që deri dje ishin mirë, sot janë klasifikuar si të këqija, pra në klasën F ose G. Kjo i detyron pronarët të bëjnë renovime urgjente, izolim, dritare të reja ose ndërrimin e sistemit të ngrohjes. Dhe ja ku vjen goditja. Ligji gjerman lejon që një pjesë e këtyre kostove të modernizimit, ose siç quhet këtu Modernisierungsumlage, të kalohet direkt te qiraja jote mujore. Jo vetëm qiraja bazë, por edhe faturat e ngrohjes do të jenë më të larta nëse shtëpia nuk izolohet. Nëse po mendon të blesh një shtëpi, kujdes. Bankat nuk japin më kredi me interesa të ulta për shtëpitë që nuk plotësojnë standardin e ri. Po ti, a e di në çfarë klase energjie është shtëpia ku jeton? Shko shikoje kontratën ose pyet pronarin, para se të vijë letra e rritjes së qiras. Shkruaj në komente nëse do të mësosh si ta kundërshtosh rritjen e pajustifikuar. Dhe ruaje këtë video se do të duhet shumë shpejt.